Edicioni i 16 i Panairit Work and Study u zhvillua edhe në Pogradec, duke sjellë mundësi të shumta për maturantët dhe punë-kërkuesit. Ky Panair, i cili fillimisht organizohej vetëm në Tiranë, prej 6 edicionesh zhvillohet në çdo qytet të Shqipërisë, me synimin për të orientuar të rinjt drejt studimeve dhe karrierës së tyre, si dhe për të lehtësuar punësimin. Në këtë edicion morën pjesë 27 universitete publike dhe private, si dhe disa kompani të ndryshme, të cilat prezantuan oferta e tyre akademike dhe vendet vakante të punës. Ne ofrojmë programe të fuqishme në fushën e mësuesisë, të cilat janë tashmë të akredituar me një numër shumë të lartë vitesh, dhe kërkojmë nga maturantët që të bëhen pjesë e universitetit ton, duke zgjedhur këto programe. Interesi i studentëve, i maturantëve në fakt ka qenë për programet edukimit fizik dhe programet arsimit fillor dhe parashkollor, por edhe të fushës së ekonomisë dhe bujqësisë. Shpresojmë dhe besojmë që të jetë një rrugë e re për këta maturantë të zgjedhur në Universitetin e Korçës për benefitet që ofron si universitet rajonal dhe për cilësinë e programeve të studimit, besoj. Ne jemi prej disa ditësh në këtë fushat të promovimit të Universitetit të Durrësit bashkë me universitete të tjera. Natyrisht ne marrim pjesë në këtë panair dhe jemi të interesuar që studentët të cilët kanë shfaqur interes të vazhdueshëm për të studiuar në Universitetin e Durrësit të jenë pjesë e programeve tona studimore. Shoh që ka një interes të rritur, sidomos nga ky rajon. Dhe është në fazën që Universiteti i Durrësit është në një ekspansion, në tregun universitar shqiptar ka një kërkesë të rritur. Dhe kjo na pëlqen dhe duam që ta formalizojmë këtë nëpërmjet edhe rritjes informacionit për studentët cilët janë të interesuar për universitetin tonë. E pranishme në Panair ishte edhe zyra e punës Pogradec, e cila ofroi informacion mbi mundësitë e punësimit në këtë qytet. Panairi u prit me interes nga të rinjt, të cilët patën mundësinë të njihen nga afër me alternativat e tyre të ardhshme akademike dhe profesionale.